Si pasojë e rreshjeve intensive gjatë ditëve të fundit, segmenti rrugor Velç-Bashaj ka pësuar amortizim të konsiderueshëm në disa pjesë të tij, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Për të parë nga afër situatën në këtë territor, ishte i pranishëm vetë kryetari i Bashkisë Selenicës Nertil Bellaj. Sipas Bellajt, në fshatin Bashaj Matogjin është konstatuar një shkarje masive toke që paraqet rrezik për banorët në vijim. Ndërsa Bellaj tha se ndërhyrja e Bashkisë Selenicës në terren do të bëjë të mundur lehtësimin e këtyre problematikave. Bashkia e Selenicës në këtë ditë ka qenë në terren në krye të detyrës për të ndjekur nga afër situatën dhe do të angazhohet për zgjidhje provizore, thekson ndër të tjera kryetari i Bashkisë Nertil Bellaj. Bellaj thotë se banorët do të kenë vëmendjen e bashkisë derisa të mundësohet ndërhyrja e plotë infrastrukturore. Po ashtu, kryetari i Bashkisë Selenicës falenderon për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin edhe banorët e zonës, të cilët në fakt kanë asur problematika, por problematika të cilat sipas kryetarit të bashkisë do të kalohen bashkarisht dhe me bashkëpunimin e të gjithëve. Po ashtu, si pasojë e motit të përkeqësuar, Bashkia e Selenicës vijon punën në segmentin rrugor Vaj-Sevaster. Sipas kryetarit të bashkisë Nertil Bellaj, bashkia është në përballje të pandalshme me kapriçot e motit. Në rrugën Vaj-Sevaster të dëmtuar në shumë segmente të saj e me pasoja serioze për të kthyer në normalitet, vijon puna intensive, njofton kryebashkiaku në rrjetet sociale, teksa thekson vëmendjen maksimale të Bashkisë së Selenicës në zgjidhjen e problematikave dhe në mbështetjen ndaj banorëve.